Klinika Ginekologjike Gjermane, tani edhe në Kosovë, ofron këto shërbime të nivelit gjerman. Stafi mjekësor i specializuar në klinikat elitare universitare të Gjermanisë. Me përvojë 20 vjeçare garanton shërbime të nivelit gjerman, të cilat do t'u ofrohen nënave, motrave dhe vajzave tona. Stafi mjekësor i udhëhequr nga Dr. Naim Shabani. Për informata kontaktoni në 044 677 333. Magjistralia Prishtin Ferizaj, Klinika Ginekologjike Gjermane, Deutsche Frauenklinik. Ky emision mundësohet nga Klinika Ginekologjike Gjermane. Përshëndetje miq të dashur, mirë se erdhët këtu në emisionin e shëndetësisë Aorta, jemi në studiet e televizionit Dasma. Edhe kësaj radhe do të diskutojmë për një problem tjetër shëndetësor. Kuptohet ju tashmë jeni mësuar që çdo të shtunë, duke filluar nga ora 10 e mëngjesit, ju do të shoqëroni me emisionin ton, me këshilla dhe informata të ndryshme rreth problemeve të ndryshme shëndetësore që i marrim nga doktorët që vinë në studio për të diskutuar për temat e caktuara. Kësaj radhe do të flasim për shregullimet menstruale dhe gjithçka që ka të bëj me ciklin menstrual. Ndërsa për të folur më gjërësisht për këtë temë, në studio kam doktoreshën Jehona Binishi Hysa. Përshëndetje, doktoreshë. Përshëndetje. Mirë se erdhe këtu në emisionin e shëndetësisë Aorta. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Doktoresh, të flasim për ciklin në përgjithësi menstrual, se si është një cikël normal, që të vazhdojmë pastaj tek çrregullimet. Ndryshimet, po. Normalisht një cikël normal menstrual tek çdo femër në periudhën reproduktive të jetës, domethënë në periudhën fertile të jetës, është një cikël i cili ndahet për nga normaliteti në 3 faza, domethënë cikël i shkurtuar që mundet me zgjat 21 ditë, domethënë shfaqet faktikisht çdo 21 ditë me kohëzgjatje 4, 5 deri në 6 ditë. Cikël normal, domethënë deri në 28 ditë, shfaqja e tij çdo 28 ditë, dhe cikël i zgjatur quhet është 31 ditor. Domethënë dhe çdo devijim prej këtyne, domethënë të shkurt, mesëm edhe të shkurt normal edhe të zgjat, çdo devijim prej kësaj kohe, domethënë njihet si çrregullimi i ciklit menstrual. Normalisht këto deri në periudhën e premenopauzës, do të thotë secila femër e ka atë ritmicitetin e zakonshëm të ciklit menstrual, me të cilën mësohet, akomodohet, përveç në fazat ndryshme të jetës, shtatzanisë, periudhave stresogjene ose të ndonjë smundje ku mund të vi deri tek çrregullimet e ciklit menstrual. Për ndryshe çdo devijim prej kësaj periudhe njihet si çrregullim i ciklit menstrual, domethënë si për nga kohëzgjatja, si për nga periudhat e shfaqjes, ashtu edhe për nga fluksi i gjakderdhjes. Po, a mund të varet nga mosha, ose për shembull edhe nga faktorët të tjerë, kohëzgjatja e ciklit apo edhe sasia e gjakderdhjes tek femrat? A mund të varet edhe nga faktor për shembull qofshin fizik apo? Po, varet, ka shumë faktorë që ndikojnë çfarë do lloj çrregullimi të ciklit menstrual. Prej disa faktorëve, domethënë që cilët më shumë se është një numër tejet i madh, por ndahen në disa grupe, domethënë çrregullimet ose faktorët që quhen deri te çrregullimi i ciklit. Janë për shembull ciklet anovulatore, na i quajmë. Ciklet anovulatore janë cikle kur nuk ka ovulacion, domethënë me siguri e dini që çdo femër çdo 14 ditë prej ditës parë ciklit ka ovulon, domethënë një qelizë vezë pjekët, edhe ovulon për me u mbarsu me qelizën e mashkullit dhe me ardhur deri te shtatzania. Ka raste kur nuk femrat është një prej çrregullimeve nuk kanë ovulacione, domethënë dhe njihen si cikle anovulatore. Kjo që konsiderohet më normale është për shembull tek adoleshenca. Tek vajzat adoleshente ku sapo shfaqet menstruacioni, ato i kanë në fillim ciklet anovulatore dhe kanë çrregullime të tilla, ju vonohen domethënë çdo 2 muaj, 3 muaj, domethënë tek këto mundet me ndodhur. Masnej tek pacientët me sindromën e vezoreve policistike, domethënë po ashtu ato nuk kanë ovulacion, domethënë kanë cikle anovulatore, të cilat ne duhemi me i korrigju dhe me u apru edhe ciklin menstrual edhe ovulacionin e nevojshëm për shtatzani. Po ashtu janë edhe disa çrregullime hormonale të cilat bien deri tek çrregullimet anovulatore që shkojnë me çrregullim ciklit, janë për shembull hipo dhe hipertiroidizmi, domethënë keq funksionimi i gjandrës tiroide, pastaj hiperprolaktinemia, domethënë po ashtu është një prej faktorëve. Faktorë tjerë që çojnë deri tek ndryshimet e ciklit menstrual janë edhe
faktorët, për shembull masat fibrotike, miomat, leomiomat, polipët që njihen si lythat të cilat janë në brendësi të mitrës, qoftë qafës mitrës, po edhe të mitrës. Do të thonë këto tash sjellin tjetër çrregullim, këto e rrisin gjakderdhjen. Do të thonë jo gjakderdhje çdo 28 ditë, po këto e rrisin, do të thonë vjen më shpesh, vjen sasi të madhe, për femrat është e lodhshme, çon deri tek një anemi sekondare. Pastaj shkaqe tjera të ciklit çrregullor është endometrioza, edhe ajo është një shkak që përcillet me dhimbje shumë të mëdha gjatë ciklit, po ashtu edhe me çrregullime, domethënë shfaqet 2-3 herë brenda muajit të gjakderdhjes menstruale e tjera. Ka edhe faktorë tjerë që njihen si faktor të jashtëm, është për shembull çrregullimi i ushqyerjes, domethënë keq ushqyerja tek vajzat shumë të trasha ose tek ato shumë dobta, domethënë anoreksia dhe bulimia janë po ashtu faktorë që ndikojnë me u çrregullu cikli, sepse prodhohen disa hormone të cilat krejt zinxhirin të hormoneve të ciklit menstrual e çrregullojnë. Pastaj tek femrat që mirën me aktivitete dhe do më thonë të sforcume fizike, për shembull femrat që mirën me balet, me atletik, me aktivitetit të prum fizik ndikon në çrregullim ciklit menstrual. Duhan pirset, po ashtu e kanë. Pastaj femrat edhe që s'kan lind, do më thonë për një periudhë më gjatë edhe të ato ndodhë çrregullimet ciklit. Çka harova, çrregullimet hormonale, pastaj tumoret, edhe tumoret çojnë çrregullimet ciklit, tumoret e vezoreve, tumoret e mitrës. Edhe një faktor i jashtëm është medikamentet. Për shembull përdorimi i medikamenteve tek femrat që kanë kancer të gjirit, përdorin një kohë gjatë medikamente, ato çojnë deri tek ndërprerja e ciklit menstrual, ose edhe medikamentet për ndërprerje që do të thonë kemioterapia e citostatik, po ashtu edhe ato ndikojnë, do të thonë ka shumë faktorë të cilat ndahen disa grupe që munden me i shkaktu çrregullimet e ciklit menstrual, do të thonë me qenë në amenorre, në ndërprerjen ose totale ose parciale. Ndërsa derisa ne i përmendëm shumicën e faktorëve të cilat ndikojnë në çrregullimet, cilat janë llojet e çrregullimeve? Mund të ndahen ato bazë faktorëve apo si ndani? Po, munden me nda, do të thonë janë çrregullimet të cilat çojnë në ndërprerjet të menjëhershme të ciklit menstrual, do të thonë pacientja për shembull si pasojë njëra prej arsyeve normale konsiderohet edhe shtatzania. Shtatzania, do të thonë ndërpritet cikli menstrual, pa prit ose dikush e planifikon, verifikohet, është ndërprerje si pasojë shtatzanisë, 9 muaj s'ka me pas, ndoshta s'ka me pas, edhe pas lindjes një kohë deri një vjet, do të kjo është ndërprerje normale, pritshme. Ndërprerjet për shembull si pasojë hajde për marim shembull në çrregullimi hormonal, kur kemi një nivel të lartë të hormonit, për shembull tek sindroma e vezoreve policistike, do të thonë ka ndërprerje ose vonohen, atëherë këtu kemi të bëjmë me çrregullime hormonale, të cilat mjeku duhet me i korrigju edhe me fut në rregull tërë ciklin menstrual që me ardhë, do të thonë normal. Çrregullimet mundet me qenë, do të thonë metroragjit, kur janë ose hipermenoret, kur shtohet cikli menstrual, do të thonë brenda 2 herë në muaj ose zgjat nga 20 ditë, do të thonë me intervale të ndryshme, 3-4 ditë ka shumë, pastaj paksohet, pastaj prap 3-4 ditë shumë. Këtu duhet të gjendet normalisht shkaktari, nëse është shkaktar që është një masë që duhet të hiqet gjithsesi për ta evitu, ose nëse është po ashtu ndryshim prap hormonal i cili duhet të korrigjohet me anë ose të pastrimeve ose të terapisë hormonale adekuate, e cila përcaktohet në bazë të shkakut. Duhet të eliminohet shkaku fillimisht, pastaj terapia. Po të gjitha këto çrregullime, pavarësisht ose varësisht llojeve të cilat i përmendet ju dhe faktorët të cilët do të ndikonin në çrregullime të caktuara, si ndikojnë fakt në trupin apo dhe në shëndetin e një femre këto lloj çrregullime? Po normalisht që nuk ndikojnë mirë, në rend parë në aspektin
psikologjik, sepse një femër të ketë 20 ditë brenda mujit të ketë gjakderdhje menstruale, normalisht që s'është edhe pranueshme, edhe s'është e rehatshme, edhe i kufizon edhe, domethënë, të gjitha aktivitetet e përditshme, sepse është një lodhje për të, domethënë ndikon edhe në aspektin fizik, se lodhet, shëndet tek anemia sekondare, në aspektin shëndetësor normalisht e papranueshme, por edhe në aspektin psikologjik, sepse është e rëndë për të pranuar dhe kërkon tretman, po ashtu është edhe ajo frika sepse po ndodh, është pyetje diçka jo e mirë, andaj në asnjë sferë nuk ka ndikim pozitiv. Për atë arsye duhet kërkohet normal edhe këshilla e mjekut edhe tretmani të jetë sa më i shpejtë edhe sa më adekuat e mundshme. A mund të dërgojnë këto po mendoj në komplikimet ndryshme të femrës, ose a mund të ketë një çast kur vërtet një shregullim mund të bëhet shumë shqetësues për një femër? Mund të bëhet një shumë shqetësues, për shembull në rastet kur zgjat shumë edhe nuk mjekohet, se ka edhe fatkeqësisht edhe prej atij lloji të pacienteve të cilat nuk i kushtojnë vëmendje, domethënë konsiderojnë që do te kalohet një muaj i dytë është prapë më stabil, i treti prapë egzacerbon, domethënë gjakderdhja, edhe në këtë mënyrë anashkalojnë një farë mënyrë, dhe kjo është jo e mirë për shëndetin, sepse çon është çrregullimi të tërë sistemit të organizmit të njeriut, domethënë të asaj paciente. Prandaj edhe kërkesa e këshillës së mjekut, qoftë edhe, domethënë tash po ka fatmirësisht edhe në mënyrë mediatike, domethënë virtuale, me kërku një këshill për një mjeku, mos më e lën veten deri në agjendje. Gjatë që mundet me qenë edhe ndonjë, domethënë masë jo e mirë, domethënë ndryshime neoplastike, domethënë kancerogjene, të cilat duhet të kërkojnë tretman shpejt. Për shembull, janë ato gjakderdhjet e shpeshta të cilat janë në sasi jo të madhe, por janë shpeshta, të cilat vijnë prej qafës mitrës, ose prej ndonjë erozioni, ose ndonjë varre, plagë në qafën e mitrës, të cilat shumë thjesht mundën me u anashkalu. Janë shumë të rëndësishme ato me u kërku këshilla e mjekut, mundet me qenë gjakderdhje jo e mirë, që mundet me paraprik kancerit qafës mitrës, i cili është shumë vdekjeprus, domethënë është shumë i rrezikshëm, andaj për shembull çato duhet shumë i pas kujdes, për shembull gjakderdhjet në mes të 2 cikleve menstruale, gjakderdhjet pas marrëdhënies, gjatë marrëdhënies, domethënë kur ka, domethënë këto janë gjakderdhjet kontaktit, të cilat duhet gjithsesi pacientja të alarmohet, gjithsesi. Domethënë më shumë se gjakderdhjet në sasi të madhe, këto janë më të rrezikshme që duhet gjithsesi me pas kujdes me kërku këshillën e mjekut. Po, ju e thatë që mbase shumë pak mund t'i kushtohet rëndësi shregullimeve të ndryshme tek ndodhin. A mund të ndodhë kjo shpesh tek ne që për shembull të anashkalohen nga ana e femrave probleme tilla si çrregullimet, qofshin ato çrregullime që janë më pak të rrezikshme ose më të vogla, Po anashkalon, fatkeqësisht anashkalon, sepse lihet në rend dytë shëndeti, mirë po fatkeqësisht ndodh, shumë shpesh ndodh, tash në praktikën e përditshme të punës, bajgi shpesh në ndodh që pacientja vjen në fazë vetëm të avancume, shembull për marrë të kancerit të qafës mitrës, sepse domethënë një gjakderdhje në mes 2 cikleve menstruale për të s'ka qenë shumë e rëndësishme, domethënë ka pas pak sikur shpërlarja e mishit spjegohet, po ajo është shumë alarmante faktikisht, edhe ajo kish shpëtu jetën e pacientit, po edhe e kish zgjat faktikisht, po ndodh shumë shpesh që me u anashkalu, mos me i kushtu vëmendje. Gjatë që gjakderdhjet e mëdha, për shembull që vinë si pasojë e miomave ose polipeve, ose për ato alarmohen sepse është sasi shumë e madhe e gjakderdhjes, po nuk kanë qaq rrezik për jetën, përveç që domethënë anemisë rande këto, po ato që janë më të vogla janë më zakonisht këtë. Po sepse kemi pas raste të shohim që mund të kenë çrregullime qoftë avonesës ose çrregullime të tjera, dhe sidomos femrat e reja ende të pamartuara gjithmonë i ikin pak ginekologëve me shumë. Po mendoj që mbase kjo kishte qenë shumë më mirë nëse ishte ndryshuar dhe kishin mund me u parandalu shumë. Po, nëse ishte ndryshuar ky koncepti
për me shku te ginekologu me pas një farë, mos me pas atë drojën, sepse edhe ginekologu është mjek edhe është, zë me thonë gjithmonë që vetëm me vizit ginekologjike duhesh me te i kalu shkon te ginekologu edhe për konsulta, do më thonë ato janë shumë të vlefshme, se më fatkeqësisht unë e shoh në praktikën tonë janë të mangët për nga informacionet populata jonë, edhe për atë arsye nështë është mirë nga njerë me shku te ginekologu që me informu, të me marrë si informacion për çdo problem që nështë duket banal, nuk është në fakt banal, ose për ndonjë problem që i duket shumë i madh, ka edhe ato raste të pacientëve që i egzagjerojnë problemet e tyre, po në fakt janë normale. Domethënë duhet me ditë edhe ato me bu dallimin mes normales edhe patologjikës, që me pas informacion për të ardhmen. Nesër me ditë edhe fëmijën, vajzën me udhëzu, prindi, domethënë kjo është ajo çka unë mendoj e rëndësishme. Që duhet me u realizu. Nëse flasim për mënyrat e trajtimit që bëhen për çrregullime, jo vetëm përmendet pak më lart disa nga mënyrat se si mund të trajtohen disa nga çrregullimet, por nëse na kishe fol diçka më gjerësisht se si mund të bëhet ekzaminimi. Trajtimet, domethënë trajtimi shkon duke u bazuar në gjetjen e shkaktarit, domethënë fillimisht pacientja vjen, shikohet nga mjeku, bëhet ekzaminimi ginekologjik, shiqohet në radhë parë qafa e mitrës, a ka ndonjë ndryshim, ndonjë erozion që i thojmë na në mjekësi, është ndonjë plagë, ashtu ndonjë varr, ndonjë polip i cili mundet me qenë që pas heqjes tij ndikon në rregullimin e ciklit. Ekzaminimet pastajt më të thjesht me ultrazëri vaginal, domethënë për të parë në tërësi qafa e mitrës, mitra, prania ndonjë mase, vezorja, domethënë fillimisht fillon me ekzaminimet me u gjetë shkaku. Në momentin kur gjendet shkaku, tretmani është eliminimi i shkaktarit. Do të thotë nëse ka ndonjë masë, ndonjë ndryshim, do të preferohet pacientës ose eliminimi ose në cilat do mënyrë, do të thotë varësisht për çka. Tash s'mund me marr një shembull, domethënë për shembull një miom, një formacion benin në brendësi të qafës mitrës që atakon endometriumin, shtresën e brendshme të mitrës, atëherë ajo duhet me u heq, sepse gjatë çdo cikli është një pengesë aty që gjatë daljes gjakderdhjes e zgjat atë kohën e eliminimit gjakderdhjes. Domethënë duhet hiqet ose duhet të provohet në ndonjë mënyrë, ka edhe mënyra tjera, vendosja e spiralës në brendësi që zvoglon spiralja hormonale, zvoglon pak a shumë e tjera. Në raste kur nuk gjendet asnjë shkaktar, për shembull, fatmirësisht asnjë miom ose masë në vezor ose çka do, atë shkohet me ekzaminimin e analizave hormonale, me u pa, do të thotë hormonet në cili nivel janë, hormonet të qendrës tiroide, të prolaktinës, do të thonë qendrës qumshtit, hormonet e vezoreve. Shpesh këto çrregullime përcillen edhe me qimzim të shtumë, hirzutizëm që i thojmë na, është qimzimi i shtumë në për trup, në pjesët ku mashkujt kanë qimzim, për shembull në mjekër, në mes të gjoksave, në pjesën e vjen në mesme të barkut, shpinës, në mes të kofshëve, domethënë shfaqen tek femrat. Domethënë ky është edhe një lloj çrregullimi të atij ritmit hormoneve, ku shfaqen domethënë qimet tek femrat. Domethënë gjitha këto duhet të diagnostifikohen, pastaj të jepet terapia adekuate. Zakonisht terapia kur kemi të bëjmë që më shumë të ndodh me çrregullim hormonal, shkon me terapi hormonale. Domethënë jepen ato hapat të cilat janë hormonet të cilat janë normale te një cikël menstrual, domethënë jepen në mënyrë ritmike dhe çdo ditore të mirën për një periudhë prej varësisht sa është mjeku të arsyeshme, 3 muaj, 6 muaj, 1 vit, ka paciente që duhet të vazhdojnë edhe me vite, sepse momentin që i ndërprejnë, atëherë edhe gjakderja prap fillon. Duhet të mahen në mënyrë ritmike me terapi hormonale. Kjo, domethënë, varësisht prej shkakut, domethënë, trajtimi i gjakderjes bëhet varësisht prej shkakut. Në rastet për shembull kur te vajzat me peshë shtume duhet gjithsesi të shkohet me eliminimin e peshës, nuk jepet as terapi, lihet në fund terapia. Shumë shpesh vajzat që janë obeze edhe kanë çrregullim të ciklit menstrual
me reduktim të peshës, për shembull për një periudhë, për një vit e gjysmë, se duhet domethënë gradualisht, ato kanë përmirësim, e shohin që në mënyrë graduale po vjen deri tek rregullimi spontan i ciklit, pa marrë asnjë terapi, domethënë ka shumë rëndësi pesha, vajzat që mirën me aktivitet sforcum fizik, po ashtu edhe ato duhet që ta stopojnë, ta bëjnë domethënë në mënyrë ma të butë për organizmin, edhe te ato zakonisht ka rezultate të mira. Varësisht prej shkakut është edhe tretmani. Po, doktoresh, ne kemi tani pak publicitet, do të rikthehemi në pjesën e dytë që të vazhdojmë patjetër bisedën. Miq të dashur, ndjekim pak publicitet dhe rikthehemi përsëri në studio. Klinika Ginekologjike Gjermane, tani edhe në Kosovë, ofron këto shërbime të nivelit gjerman. Stafi mjekësor i specializuar në klinikat elitare universitare të Gjermanisë. Me përvojë 20 vjeçare garanton shërbime të nivelit gjerman, të cilat do t'u ofrohen nënave, motrave dhe vajzave tona. Stafi mjekësor i udhëhequr nga Dr. Naim Shabani. Për informata kontaktoni në 044 677 333. Magjistralia Prishtinë Ferizaj. Klinika Ginekologjike Gjermane. Deutsche Frauenklinik. Miq të dashur, kemi ndjekur kështu edhe publicitetin, ndërsa do të vazhdojmë bisedën këtu në studio me doktoreshën Jehona Binishi Hysaj, ginekologe, për shregullimet menstruale. Doktoresh, ne përmendëm edhe mënyrat e ekzaminimit për shregullimet në varësi prej shkaktarëve të cilët e kanë shkaktuar një shregullim. Do doja të na flisë diçka më shumë rreth femrave të cilat kanë më shumë dhimbje apo janë në një gjendje shëndetësore më të rëndë gjatë ciklit menstrual. Pse mundet të ndodhë që disa femra kanë dhimbje më të mëdha dhe dikush jo? Normalisht edhe dhimbja është pjesë e ciklit normal menstrual, por duhet jetë dhimbje që tolerohet edhe pa marrjen e terapisë, ose me marrjen ashtu ma të lehtë, themi ditën e parë ose dytë, edhe pastaj mund të tolerohet edhe pa marrjen e terapisë. Varet shumë edhe sa është pragu i dhimbjes të cilën ajo paciente e toleron. Mirë po në rastet e dhimbjeve të rënda, kur pacientët shkojnë me gjendje të rënda, humbje të vedijes, ato janë vetëm gjendje ma të rënda që mundën në shumë të në rasteve shoqërohen nga, kanë diagnozën e endometriozës. Endometrioza është një lloj i një sëmundje e cila indi i endometriumit, që ai indi që gjakderdh që del prej brendësisë mitrës, ai ndodhet në vende se normalisht e ka vendin brendësi të mitrës, në raste jo normale ndodhet në vende jashtë mitrës. Shumë shpesh ndodh në vezore, në tubat uterine, domethënë kanalet e mitrës, në pjesë të poshtme të barkut, domethënë të pelvikut, në zorën e trash, ose domethënë pjesën e poshtme ku edhe pacienti ka dhimbje. Dhe kur vjen cikli menstrual, përveç asaj brendësi të mitrës aktivizohen edhe çto indet që janë pjesë të jashtme, domethënë vendet që nuk e kanë vendin, na i quajmë vende ektopike, edhe ato ai ind aktivizohet edhe në këto pjesë edhe cikli menstrual bëhet shumë i rëndë. Kanë pacientët gjithsesi duhet marrin terapi me rrugë parenterale, me injeksione, me infuzione, domethënë që ta tejkalojnë. Mirë, po normalisht kjo nuk mund të tolerohet për një kohë gjatë, domethënë se është e mundimshme për atë, sidomos për vajzat e reja. Ka vajza të reja, domethënë të cilat kanë cista të mëdha në vezore, të cilat u krijohen gjatë periudhës tyre kur fillon cikli menstrual, ato duhet të rishikohen, të jipet terapi hormonale për pëlqitjen spontane të tyre, dhe në rastet kur nuk pëlqasin me terapi, duhet që të shkohet në tretman kirurgjik, zakonisht laparoskopi, me heqjen e cistave me laparoskopi. Domethënë ato vazhdimisht janë aty, dhimbja vazhdimisht vazhdon, cikli vjen çdo muaj edhe gjendja do të thotë vetëm keqësohet. Por në rastet kur janë më të lehta dhe të menaxhueshme, shiqohet nga mjeku, nuk ka ndonjë tretman përveç terapisë me antiinflamator jo steroid, domethënë me
ilaçe kundër dhimbjes, edhe në atë mënyrë edhe te kalohet faktikisht. Po, kemi raste, mbase shpesh të themi që femrat shpesh herë përdorin mënyrat ndryshme që të mund t'i paksojnë ose t'i largojnë ato dhimbje të mëdha. Çka nuk guxon që të bëjë një femër e cila është me cikël i ka këto dhimbje, qofshin ato të mëdha, po edhe dhimbje që mund të durohen deri në një formë. Po tash edhe ato zakonisht banat kundër dhimbjeve që janë rekomandohen nga doktorët, janë antiinflamator, kjo steroid. Mirë po është grupi i banave, tash varet çka ka në qarkullim, pacientet edhe marrin, ato gjithkush e bën në mënyrë individuale, mirë po nëse janë një herë, 2 herë, hajde 3 herë mundet me u toleru me marrë, mirë po gjithmonë duhet me u konsultu mjeku se ndoshta mundet me qenë një shkak tjetër madhor, cili do më thonë ti po e merë në mënyrë të panevojshme edhe po jep vetëm efekt të me njëhershëm aty për aty, edhe nuk ka në rezultat, prapë do të përsëritet. Për atë është e rëndësishme me u konsultu mjeku, sidomos ginekologu me pa gjendjen, pastaj nëse ginekologu ti përshkruan në mënyrë të vazhdueshme me marrë është në rregull, se ta përshkruan barin adekuat. Do shta nuk ta përshkruan në mënyrën me marrë në mënyrë orale, por në mënyrë rektale, që është shumë më e mirë dhe shumë më efikase, më shpejt bën efekt edhe i anashkallon sisteme tjera të organizmit, domethënë nuk i dëmton. Për atë arsye është shumë e rëndësishme me u konsultu mjeku, domethënë ginekologu, edhe me vendos terapinë adekuate, mos të mirën ashtu në mënyrë të... Po, kisha dashur të më shpjegoj edhe pak rëndësinë e ngrohjes e gjatë ciklit menstrual. Po besoj që kemi rastis shojmë që shumë femra përdorin llojet ndryshme që të mund të ngrohen në pjesën e barkut edhe shpinës. Madja mund t'jetë kjo diçka jo e mirë gjatë ciklit, a mund të ndikojë relaksuse për momentin, domethënë për pacientet. Sepse shpesh dëgjojmë që ngrohtësia e madhe gjatë ciklit nuk është edhe aq e mirë. Mendohet, nuk ka ndonjë ashtu, po mendohet, thuhet që edhe gjatë larjes me ujë të nxehtë lirohen prostaglandinet, janë disa hormone të cilat e shtojnë edhe sasinë e gjakderdhjes. Mundet me liru muskulaturën e mitrës, atë ngërçjen e mitrës, që me qenë ciklin ndoshta pak në aspektin psikologjik për pacientën me aletsu dhimbjen, por nuk ka ndonjë, domethënë bazë shkencore që e shpjegon përveç tajimit prostaglandinave, nuk ka ndonjë bazë shkencore që e shpjegon që pse që mundet me pas ndonjë efekt negativ. Është domosdoshme, se për ndryshe kishim sugjeruar pse jo përdorni, do thotë ato jashtoj që të nxehta, mirë, po nuk ka ndonjë bazë shkencore që është e sigurt që ndoshta dikuj mundet edhe me i bë dëm, me jap efekt ansor, me iritu lëkurën e pjesës përparme të barkut nga nxehtësia e kupëdion, në rastet tilla mund me qenë edhe e dëmshme, po varet ashtu që preferojnë pacientët. Po ende nuk është definuar si diçka e rrezikshme, kështu që të gjitha ato femra që ndikojnë në mënyrë psiqike për diçka më relaksuese munden me e përdorë. A mund të ketë ndonjë mënyrë e cila mund të parandalonte kozgjatjen e ciklit, apo kozgjatjen nuk jo me parandalu, po mund është me shkurtu ciklin me përdorë, do më thonë, barnat hormonale, ilaçe do më thonë kontraceptiv të oral, që janë barnat që përdorën edhe kundër shtatzanisë dhe janë hormonet, që ato që lirohen gjatë ciklit menstrual, do më thonë, i ipen në mënyrë artificiale, estrogenit dhe progesteronit kombinu, edhe ato e marrin, faktikisht ato i marrin frenat e ciklit menstrual, do më thonë, ato i korrigjojnë kur i merr çdo ditë, ato e shtin ciklin menstrual me një faritmi, do më thonë vinë gjdo 21 dit, ki cikl menstrual 3-4 dit, të dikush ndikojnë është shumë individuale, të dikush i ndërprejnë, kanë vetëm 2 dit, do të kjo është mënyra artificiale, por edhe për vendosja e spirales, edhe spiralja me bazë hormonale, edhe ajo mund të ndikoj në shkurtimin e ciklit menstrual. Shumë, pacientët që kanë deri në 10 ditë, është e domosdoshme njënën prej mënyrave me përdor, për me, do më thomës me hupat, sasia është madhe të gjakut, se pas një kohë shumë gjatë, pasaj do të vuni nga anemia. Kjo, do më thonë, trajtimi hormonal është ajo që mund të korrigjonte ciklin menstrual. Ato, metodat kirurgjike, ato janë metodat e fundit, do më thonë, përveç rastit kur ka
për shembull për një gjakderdhje zgjatur nuk shkohet me bo heqjen e mitrës ose të vezoreve, sepse ka shumë metoda tjera paraprakisht. Ajo lihet si e fundit, sidomos në rastet kur ka një mas jo të mirë, një diagnozë jo të mirë, një zhvillim jo të mirë, atëherë po, mundi me fol. Por paraprakisht për korrigjim ciklit menstrual janë këto metodat më të lehta, më të thjeshta. Doktoresh, nëse flasim edhe për menopauzën, do doja na tregoj diçka më shumë për këtë cikël, çfarë duhet të dim më shumë rreth menopauzës? Po, menopauza konsiderohet si gjendje normale e organizmit, domethënë pas një moshe të caktuar, ku vezoret fillojnë vetëm domethënë funksioni vezore fillon të reduktohet, prodhimi i hormoneve estrogen dhe progesteronit, që janë dy hormonet kryesore të femërore, të cilat ato fillojnë të binë, edhe vjen deri tek menopauza, që është edhe gjendje normale fiziologjike e një organizmi të një femre. Premenopauza është periudha para menopauzës, është periudhë kur fillojnë me ra hormonet, fillon cikli menstrual me u rallu, domethënë çdo 2 muaj, çdo 3 muaj, pastaj pacientja mundet me pas normalisht, pastaj prap ka mungesë 2 mujore, 3 mujore, ka periudha kur shtohet shumë gjakderdhja në mënyrë të papritur dhe deri në kur ndërpritet në tërësi cikli menstrual, kur hyn menopauzë. Kjo periudhë me këto ndryshime zgjat deri një vit me gjysmë, deri tek ndërprerja totale e ciklit. Ndërprerja totale, që çon domethënë përfundim total edhe të funksionit vezor, prodhimit të hormoneve, quhet postmenopauza, që zgjat deri në fund të jetës. Kjo periudha menopauzës fillon prej moshës 45 deri në moshën 55 vjeçare, është një mesatare mosha 51 vjeçare, edhe pse sot ka studime dhe punime që tregojnë që po vjen domethënë më e hershme me qenë menopauza, ka edhe mosha 40 vjeçare kur fillojnë këto ndryshimet e premenopauzës, dhe për cilën me ndërprerje totale. Mirë, po nuk mundet mu konsideru menopauza si çrregullim i ciklit menstrual, por si gjendje normale e organizmit. Menopauza mundet me qenë edhe medikamentoze ose menopauzë kirurgjike e quajmë, ajo është në rastet kur është në një mënyrë artificiale, kur hiqen mitra, vezoret për një shkak shëndetësor, për ekzistimin ndonjë mase të dyshimt, edhe medikamentoze, kur përdoren medikamente, për shembull kemioterapia ose medikamente të cilat e çojnë deri tek dëmtimi i funksionit vezor dhe ndërprerja e ciklit menstrual. E përmendet edhe jo që tashmë ka punime të cilat ose studime të cilat thonë që tashmë koha menopauzës mund të ndodhë më herët. Cilat janë shkaktarët? Ka diçka që mund të ndikojë që të jetë një menopauzë më e hershme se ç'duhet të jetë? Po si shumë smundjet këtij shekulli të cilat e kanë etiologjinë shumë të paqartë, edhe kjo ka një etiologji jo shumë të qartë. Shpeshherë mendohet që jeta shumë e ngarkume, faktorët stresogjen, faktorët radiativ, cilët shkojnë bashkë edhe me krahas etiologjisë për smundjen e kancerit, që është shumë aktuale edhe shumë me etiologji të paqartë, andaj ka shumë faktorë cilat është shumë pak e qartë pse mundet me ardhë. Shumë mirët ky dinamizmi jetës fund shekullit, të cila ka çuar edhe deri tek këto probleme, mirë po asgjë nuk është asgjë nuk është e dokumentuar sigurt. Janë edhe faktorët gjenetik, njëri prej faktorëve që harrova me përmend, që mund të më çojnë menopauzë të më hershme. Për shembull, një paciente e cila ka pas nanën, motrën, tezet me një menopauzë prej moshës 40-45 vjeçare, gjithsesi ajo e ka një mesatare prej 3 vjetësh që më herët se ato do të ketë menopauzë. Është, domethënë, edhe në praktike ha si këto, po edhe është, domethënë, është dokumentuar. Andaj edhe faktori gjenetik është njëri prej faktorëve që dikon në menopauzë parakoshme. Doktoresh, ne jemi në fund të bisedës sa i përket rregullimeve menstruale dhe kësaj për menopauzën, nëse ka dhe diçka tjetër që do dani të shtanit patjetër për krejt shikuesit e televizionit dasma që të mund të mësojmë edhe diçka më shumë.
Jo, mu po mdo këtë që bëhegi shumë folëm edhe tregova, vetëm ato që e cika edhe ma herët, mos hezitoni me shku tek ginekologu, nuk do thot gjithmonë që është vizit domosdoshmërisht traumatike, ta quj, traumatike në aspektin psikofizik për pacientën, po shpesher është mundet edhe një konsult, mjeku gjithsesi e ndonë me pacientin, një konsult për diçka që ka në i probleme dhe ajo është shumë e domosdoshme dhe shumë ndihmes për ato pacientë, kështu që mos hezitoni, s'do të gjithmonë që do të me bo vizit, po edhe një konsult gojore me ginekologun do t'jetë shumë frydhënëse për pacientët tona. Faleminderit doktoresh që ishe pjesë e emisionit të shëndetësisë aorta dhe faleminderit për gjitha informatat që ndavemi. Faleminderit edhe ju për ftesën. Miqtë të dashur, kishim këtu doktoreshën ginekologe Jehona Binishi Hysa, duke diskutuar për shregullimet menstruale dhe menopauzën, po besoj që tashmë ju keni arritë të nxjerrni ato që është më e nevojshme dhe ato që ju duhet të mësoni nga ky problem shëndetësor ose nga thjesht shregullimet menstruale. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ju vazhdoni të qëndroni me programe të tjera të televizionit Dasma. Deri javën tjetër, mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga Klinika Ginekologjike Gjermane. Klinika Ginekologjike Gjermane, tani edhe në Kosovë, ofron këto shërbime të nivelit gjerman. Stafi mjekësor i specializuar në klinikat elitare universitare të Gjermanisë. Me përvojë 20 vjeçare garanton shërbime të nivelit gjerman, të cilat do t'u ofrohen nënave, motrave dhe vajzave tona. Stafi mjekësor i udhëhequr nga Dr. Naim Shabani. Për informata kontaktoni në 044 677 333. Magjistralia Prishtinë Ferizaj. Klinika Ginekologjike Gjermane, Deutsche Frauenklinik.